Pemët dhe perimet të cilat të gjithë i mbajmë në frigorifer, por që nuk do të duhet i mbanim. A e dini që do të mund të kursenim një sasi goxha parash në vit nëse ushimin do ta depozitonim në mënyrë të drejtë? Ekspertët tregojnë se ku është vendi i vërtetë që të vendosni pemët dhe perimet e freskëta, ndërkaq kjo taktik mund t'ju ndihmojë të kurseni para. Patatet, qepët dhe hudhrat. Gjithmonë duhet të qëndrojnë jashtë frigoriferit, më saktë në vend të errët në temperaturë dhome. Për t'i zgjatur qëndrueshmërinë patateve, nxirrni nga qeset e plastikës. Cilat pemë dhe perime patjetër duhet t'i mbani në frigorifer? Sallatat dhe të gjitha perimet e gjelbra. Kastravecin dhe fasulen, karotën, dredhëzat, agrumet dhe grapefruitin, kërpudhat në ambalazh ngjyrë kafeje. Domatet. Nuk është e thënë t'i mbani në frigorifer, mirë po nëse megjithatë i mbani do të ndikojë në shijen e saj delikate. Domaten e pjekur mund ta mbani në temperaturë dhome, por në vend të errët dhe asesi në vende të tjera. Avokadoja. As avokadon nuk është e thënë ta mbani në frigorifer, mirë po nëse akoma është e fortë kur e blini, rekomandohet që ta vendosni në qese bashkë me mollë. Vetëm kur ta pritni mund ta fusni në frigorifer. Mollët, pjeshkat, kivi. Gjithashtu nuk është e dëshirueshme t'i mbani në frigorifer, sepse përfundimisht më gjatë do të qëndrojnë nëse i mbani në temperaturë dhome. Kjo ndodh kështu për shkak se të gjitha pemët dhe perimet lirojnë gazin natyror etilen, i cili i bën që të piqen. Ky gaz, i cili më shpejt prodhohet në pemët e përmendura më sipërmadje, mund të ndikojë edhe në pemët dhe perimet e tjera të cilat ndodhen përreth. Bananet, mangoja dhe ananasi. Nëse i mbani në frigorifer gjithsesi do të ndikojë në shijen e tyre. Ngjashëm sikur të mollët dhe kivi, edhe kjo pemë përmban nivel të lartë etileni, i cili lirohet në temperatura të ulta. Për të penguar që pemët të myken, ndani bananet veçantë dhe mbështillni në qese plastike. Mangon dhe ananasin mbani në frigorifer vetëm pasi t'i keni prerë. Dhe perimet? Fletët e sallatave mbani në kuti hermetikisht të mbyllur të cilën do ta mbështillni me peshqir letre. Perimet gjithashtu mbështillni në peshqir letre në mënyrë që të absorbojnë lagështinë, ndërkaq ndërrojani pas pak ditësh. Perimet e pjekura mirë apo të mykura mos i mbani në afërsi të pemëve dhe perimeve të tjera, sepse do të ndikojnë në prishjen e tyre. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.